Për të 7 vite radhazi, në qytetin e Korçës do të organizohet festivali ndërkombëtar i karnavaleve, i cili pritet që edhe këtë vit të ndezë atmosferën në pedonalen e qytetit. 30 grupe të ndryshme nga Maqedonia, Mali i Zi, por edhe nga Tirana, Elbasani, Kavaja dhe Korça do të performojnë veshur karnaval në ritmin e muzikës. Për herë të parë, pjesë e këtij eventi do të bëhet edhe Shkodra. Sipas drejtoreshës së marrëdhënieve me publikun, Larisa Katundi, e veçanta e këtij viti është se krahas grupeve të konsoliduara si karnavale, marrin pjesë edhe qytetarë të shumtë, të cilët janë vetë organizuar duke shprehur dëshirën për të prezantuar fabulën e tyre. Në datë 7 qershor, në orën 18, karnavalet do të fillojnë që prej lëndinës së lotëve me një paradë përgjatë bulevardit Republika për të përfunduar pastaj me performancën e secilit prej grupeve tek sheshi para katedrales. Faktikisht këtë vit janë 30 grupe të cilat do të marrin pjesë në paradën e tyre dhe në performancat tek sheshi para katedrales pranë festivalit ndërkombëtar të karnavalit, ndërkohë që do të kemi trupa jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Ballkani. E rëndësishme është të përmendim këtë vit do të kemi për herë të parë në qytetin e Korçës pjesëmarrëse në këtë karnaval grupin e Shkodrës, të cilët do të vinë me një performancë shumë të bukur me prezantimin e veshjeve veneciane, e cila është një risi. Edicioni 7 i festivalit ndërkombëtar të karnavaleve koincidon edhe me çeljen e sezonit turistik 2014 në qytetin e Korçës.